Shkaqet që e ndihmojnë njeriun të jetë më i durueshëm kundrejt shqetësimeve apo dëmtimeve që me dashje apo pa dashje i shkaktojnë njerëzit. Të sjell ndërmend gjunahet e veta, pasi mund të kenë qenë gjunahet e tij shkaku që Zoti po e sprovon me njerëz që i bien në qafë. Allahu i madhëruar thot në Kuranin Fisnik: Çfarëdo e keqe që mund t'ju godas, ajo është pasojë e veprave tuaja të këqija, e për shumë të tjera ai ju fal. Esh-Shura, ajeti 30. Nëse muslimani, sa herë që dikush e mërzit, apo sa herë që i ndodh diçka e pakëndshme, shikon si shkaktar për atë që po i ndodh gjunahet e veta dhe mangësitë e tij në lidhje me kryerjen e dispozitave të fesë, atëherë nuk do ta lodh veten duke u rryer njerëzit apo fatin e tij të keq, por do ta angazhojë veten me pendim të sinqert dhe përmirësim të vetvetes, gjë e cila me siguri do t'i kthehet në dobinë e tij. Kështu pra, nëse shikon dikë që sa herë i ndodh diçka e pakëndshme, fillon të grindet me njerëzit duke kërkuar fajin tek ata, dije se veprimi i tij është shumë i shëmtuar dhe gjendja e tij është për të ardhur keq. Ndërsa në krahun tjetër, nëse njeriu, sa herë që i ndodh ndonjë e pakëndshme, pendohet tek Zoti duke qenë i bindur se shkak për problemet e tij janë gjunahet e tij, atëherë dije se ajo fatkeqësi që i ka rënë ka për të qenë mirësi për të dhe ai do të dalë prej saj në një gjendje më të mirë se ç'ishte më parë. Aliu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë: Fatkeqësitë zbresin vetëm si pasojë e gjunaheve dhe largohen vetëm duke u penduar prej tyre. Po ashtu, Aliu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë: Njeriu nuk duhet të shpresojë tek askush tjetër përveç Zotit të tij dhe nuk duhet i friksohet asgjëje tjetër përveç mëkateve të veta.